Erena mosh, por me një talent dhe pjekuri që bien menjëherë në sy, Blerona Ismaili vazhdon të surprizoj publikun me krimtarinë e saj letrare. Nxënëse shembullore dhe tashmë autore e disa veprave, ajo sjell librin e saj më të ri me titull Mira ndjenja asnjë fjalë, një libër që prek thellë botën emocionale të njeriut dhe fuqinë për të mos u dorëzuar. Përmes faqeve të këtyre aforizmave psikologjike, autorja përcjell mesazhe shprese, force dhe motivimi, duke dëshmuar se edhe në heshtje mund të fshihen mira ndjenja dhe rrëfime. Në këtë intervistë, Blerona na rrëfeu më afër se si lindi ideja për këtë libër, frymëzimet që e shtyn ta sjell këtë vepër para lexuesit, si dhe emocionet që ka përjetuar gjatë procesit të shkrimit. Ideja e librit tim të katërt, e cila titullohet Mira ndjenja dhe asnjë fjalë, lindi nga ngjarjet të zakonshme që ndodhin në përgjithësi, si edhe nga unë, por edhe nga njerëz të ndryshëm, ku me anë të këtij libri kam dashur t'ju jap shpresë njerëzve në përgjithësi, duke dashur që t'ju tregoj që çdo gjë që ndodh për një arsye, e cila është një ndër aforizmat e cila është pjesë e librit tim. Aforizma psikologjik dhe pse vendose që mos jetë për shembull një roman i tërë, por me aforizma psikologjik, nga ajo që ndoshta është edhe trend i kohës? Në rrjetet sociale të jenë aforizma psikologjike në këtë rast, apo? E quajta si aforizma psikologjik, për shkak se desha që këto të jenë të kapshme për njerëzit në përgjithësi, të shkurtra, por që kanë një kuptim të përgjithshëm dhe shumë të fuqishëm. Vërtet shumë të fuqishme nga tituj që i pash unë sa pata mundësi që të lexoj. Po, më thuaj se në krahasim me librat e tjera, do të thënë librat e tjera kanë krejtësisht tjera tematika, e sidomos libri i parë që nuk është as pak i ndërlidhur me këto librat e tjerë, është libër i matematikës. Më thuaj si e mirëpritën fillimisht këtë ide të librit familjarët e tu, prindrit e tu, nga ajo që i ke përkrasit më të mëdhaj dhe sigurisht shtytësit më të madh që ti të vazhdosh dhe të shkruash. Me siguri që e ke diskutuar fillimisht me to, dua të bëj një libër të tillë. Po. Prindërit e mi janë arsyeja pse unë edhe vazhdoj. Aty janë ndihma ime më e madhe, përkraja ime më e madhe, si mami apo gjithashtu edhe babi. Të ditë janë ndihmë për mua dhe frymëzim që unë të vazhdoj, dhe kur ishte ideja që t'ja tregoj librin tim të katërt dhe matematikën e cila do të ketë ky libër, ato ishin shumë të lumtur dhe edhe mami edhe babi më thanë që të vazhdojmë për shkak se ne do të jemi përkraja yte gjithmonë. Mira ndjenja asnjë fjalë. Çfarë simbolizon ky titull për ty? Titulli Mira ndjenja asnjë fjalë, me këtë titull kam dashur të tregoj që shumë njerëz në përgjithësi heshtin, mirë po brenda tyre ka shumë për të treguar dhe për të thënë. Megjithatë njerëzit e tjerë këtë nuk e kuptojnë dhe mendojnë që ai i cili nuk flet nuk di ose nuk di të shprehet, mirë po nuk është e vërtetë. Ato të cilët më shumë heshtin se sa flasin kanë të tregojnë shumë gjëra interesante, por edhe të dhimbshme ndonjëherë. Ka raste të tilla, ke shpjeguar raste të tilla në brendësinë e këtij librit? Po, me aforizmat të ndryshëm, ku thotë mos u bëj arsyeja pas lotëve të dikujt tjetër. Është një aforizëm i cili tregon që nëse ti je arsyeja pas lotëve të dikujt tjetër, atëherë është një gjë jo e mirë, e keqe, për shkak se nëse ai njeri mbyllet prej vetit dhe nuk e tregon se si është mirë, kjo është e keqe për ta. Gjithmonë bëhu e mirë, nuk e di kur çfarë po kalojnë ata. Çfarë ke dashur të thuash për shembull? Me këtë kam dashur të tregoj që njerëzit në përgjithësi duhet të jenë shumë të kujdesshëm ato që thonë, fjalët të zgjedhin, të mendojnë dy herë, po, dhe të mendojnë dy herë para se të flasin diçka. Për shkak se asnjëherë nuk mund ta dimë se çfarë po kalon dikush, si ndihet ai dhe sa i prekshëm mund të jetë ai njeri, sa i ngjeshëm. Për shkak se ne njerëzit ndonjëherë flasin pa menduar dhe kjo bën që tek pala tjetër të ndikojë shumë keq, edhe pse ndoshta pala tjetër nuk e shpreh mirë, po gjëja që e mban në vetë është tepër e keqe. Blerona, më thuaj se pse vendose që të trajtosh forcën e brendshme të njerëzimit në këtë libër? Çfarë të shtyu? Kishe ndonjë rast konkret ti për shembull që e ke shfaqe dhe e ke edhe në brendësi të librit apo? Nuk mund të them që është direkte, mirë po si thash edhe në përgjithësi kam vendosur të shkruaj për pjesën në brendësinë të njerëzve, për shkak se ajo është pjesa e cila askush nuk e sheh. Edhe ndonjëherë edhe ne nuk dua ta shohim, për shkak se njerëz negativ edhe këtë e bëjnë, mirë po shumë e rëndësishme që ta kuptojnë njerëzit që brendësia e brendshme është shumë e rëndësishme për tjerët. Mendon se të gjithë njerëzit mund ta gjejnë veten në këtë libër? Po, mendoj që të gjithë njerëzit, dhe edhe shpresoj që ky libër të ndihmojë shumë dhe
të mendojmë për atë që jo gjithçka përfundon me atë që ndodh sot ose që do të ndodh nesër, mirë po të vazhdojmë përpara sepse gjithçka do të rregullohet. Mos prit që njerëzit të jenë aty për ty, vetëm sepse ti ke qenë gjithmonë aty për ta. Është e vërtet, për shkak se ti sado njeri i mirë të jesh, sado që të mundohesh për të tjerët, nëse pala tjetër nuk e jep atë të njëjtën për ty, atëherë është kot. Kam edhe një aforizëm tjetër që thotë, nëse ti mundohesh shumë, për ana tjetër nuk mundohet fare, barazimi do të jetë me zero. Kështu që sa du të mundohesh ti, mirë pala tjetër nuk e jep të njëjtën, gjithmonë do të jetë e barabartë me zero. Natyrisht. E dashur, më thuaj se sa kohë të mori përgatitja e këtij libri, duke qenë se ti edhe je nxënëse në gjimnazin Ze Flushmarku, nxënëse e vitit të tretë, njëkohësisht sigurisht që duhet të jesh aktive edhe në shkollë, por që edhe shkrimi nuk e ke lënë anash asnjëherë. Unë e di që tani nga viti 2023-4 ti s'e ke filluar të shkruar dhe nuk je ndalur asnjëherë. Shkrimi është pjesa ime më e preferuar, e cilën unë e bëj me shumë dëshirë, dhe librin e 4 kam filluar ta përgatis që pasi që përfundoj libri im i tretë, ti nuk je vetëm, prej atyre më ka lindur ideja që të filloj dhe të shkruaj dhe deri tani që vetëm se është libri ti botuar. nuk je vetëm, është libër psikologjik. E vazhdove, domethënë atë tematike dhe me këtë libër tjetër, vetëm se këtu me aforizma psikologjike. Ku e gjete veten më shumë? Në ato libra të tjera apo në këtë libër? Në të gjitha librat ku ishte më shumë Blerona? Veten nga pak, mirë po libri i parë matematik ka qenë si një fillim hyrës për mua, për shkak se është ndaj me preferuar dhe pas asaj disi kam filluar të lindin edhe ide tjetër ku më kanë ndihmuar të gjej veten që ndoshta ndonjëherë unë kam menduar që nuk jam. Më kanë ndihmuar shumë që të gjej veten aty ku ndonjëherë se kisha menduar. Sakt. Edhe kopertina ka një rol të veçantë për çdo libër, për çdo botim, të çdo librit kuptohet, por edhe ajo që më pëlqeu shumë se ishte një kopertinë që përshtateshte shumë me brendsinë e librit. Kush u përkujdes për kopertinën dhe ideja e yte ishte apo e shtypshkronjës? Ishte ideja ime, por edhe shtypshkronja Fukus Tren më ka ndihmuar shumë, edhe që e falenderoj shumë. Ishte një kopertinë shumë e bukur, e thjeshtë, mirë po me ngjyra pak më të errëta, për shkak se me këtë kam dashur të tregoj që sa do e errët jetë prap ti e pjesa e dritës aty që duhet të ndriçosh. Edhe të reflektosh gjithmonë, kuptohet. Shoqëria e kanë marrë në duar këtë libër, më intereson, kanë lexuar sadopak? E kanë kuptuar që ka dalë botimi i librit tim të 4, e kanë pritur shumë mirë, kanë pëlqyer kopertinën, kanë lexuar aforizmat dhe ka pasur disa prej tyre që më kanë thënë këto aforizma po më ndihmojnë mua shumë të kuptoj jetën e përditshme, se si shkojnë ditë, çka kalojnë njerëzit, si duhet ne të shprehemi ndaj njerëzve e gjithë. Mos e mendo kur që je më e mirë se dikush tjetër. Mendjematësia nuk ka vend në botë. Është e vërtetë, për shkak se ne asnjëherë nuk duhemi të mendojmë që jemi më i mirë se tjetri ose se tjetra. Çdo njeri është i veçantë, çdo i fëmijë i ri, secili është lindur për diçka, ka talent për diçka, ndonjëri në sport, ndonjë lëndë të veçantë, disa në shkrim, në lëmi të ndryshme. Kështu që asnjëherë nuk duhet të nënçmojmë tjetrin, të ulem, vetëm se ne duam të ngrisim vetëm sa më lart. Blerona, unë e pash që çdo kush mund ta gjej veten në këtë libër, kuptohet, por për jetimet personale, i ke dikun në këtë libër edhe ti? Ke diçka nga vetja? Nuk mund të them që kam diçka nga vetja. Direkt, jo. Jo, mirë po edhe unë ndoshta kam kaluar disa ngjarje, ndonjë ditë jo të mirë, e cila më ka frymëzuar që edhe ta shkruaj disa nga aforizmat. Kur shkruan? Shkruan direkt në letër apo e merr laptopin apo tabletën ose telefonin që të shkruash? Si e ke të zakonshme, më intereson? Me që je në një moshë shumë të re dhe teknologjia kaq shumë ka përparuar sa që njerëzit sadopak kanë filluar që t'i largohen shkrimit në letra. Unë kam një fletore ku aty prej librit të parë deri tani në libri i 4, çdo gjë që më vjen në mendje në moment, unë filloj shkruaj një herë aty, përmirësoj nëse duhet diçka, nuk ngutem, ta transmetoj direkt në kompjuterin tim, mirë po njerë për shembull ta mësoj me ndonjë fjalë tjetër që unë mendoj që është më mirë, të jetë më e kafshme për lexuesit, ndonjëherë marr mendime edhe nga të tjerët dhe pastaj i transferoj në kompjuter. Ka ndodhur që ndoshta ndonjë nga këto shkrime ti kesh përmirësuar pasi ke arritur në fund të librit, për shembull? Jo në përgjithësi të gjithën, mirë po ka pasur diçka që si thash edhe jam konsultuar me dikë dhe më ka thënë kështu është më mirë ose unë kam menduar që këtë do të jetë më mirë dhe e kam përmirësuar.
Me që të kemi në moshë të re, më intereson bashkëpunimin me moshatarët e tua shkrimtare, sepse ka dhe të tjera që shkruajnë dhe kam pasion shkrimin. Ke bashkëpunime, shkëmben ide, ke kontakte me bashkëmoshatarët e tua, Blerona? Jo, nuk kam, mirë po mjenë mirë që të bisedoj me të flasë, për shkak se me që preferumja e tyre është edhe shkrimi dhe imja gjithashtu. Në shkollën tonë nuk ke dikën, në shkollën tënde më falë? Jo. Nuk ke. Mirë po bisedoj me profesorisha dhe profesor që janë më të vjetër, të cilët kanë shkruar libra, kanë një bagazh mjaft të madh, edhe më japin mendime, më ndihmojnë, i cilët e falenderoj shumë. Sigurisht. Rrjetet sociale të kanë ndihmuar për ta promovuar në një farë forme imazhin tënd që shkruan dhe je kaq aktive në botën e letërsisë? Po, më kanë ndihmuar për shkak se me këtë unë vetëm se e kam përhapur, kanë ndihmuar që njerëzit të tjerë të jenë në dieni, të shohin, me këto libra dhe t'ju ndihmoj atyre. Dhe gjë që më ka bërë të ndije mirë. Sidomos ky libër që është fix libër i rrjeteve sociale. Se këto shkrime mund t'i shohim shumë shpesh, këto shkrime inspiruese, që shumica ishin inspiruese në rrjete sociale, duhesh të hapësh një kanal tëndin apo një profil special për t'i prezentuar këto shkrime, më beso që do të shpërndahen pastaj shumë, ta kesh si këshill. Me që tani më e ke të botuar, është mirë që t'i kesh edhe në formë elektronike. Të ndihmoj dikush për ta botuar këtë libër përveç familjes Blerona ose kishe ndihmë financiare? Po, financiare kisha ndihmë ndaj kryetarit të komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, i cili ishte përkrahësi më i madh prej në fillim të librit të parë, po deri në librin e katërt, cilën e falenderoj shumë për shkak se më ka ndihmuar jashtëzakonisht si nga ana frymëzuese, po edhe nga ana financiare. Përveç komunës së Çajirit, si ndjehesh kur e sheh që vërtet njerëzit të vlerësojnë dhe të ndihmojnë qoftë financiarisht, por shumë shpesh ndodh që edhe përkraja morale të jetë shumë më e vlefshme se sa ajo financiare? Ndjehem shumë mirë në faktin se kemi njerëz të mirë, nuk duhet humbim shpresat që ndonjëherë 1-2-3 njerëz na bëjnë të ndjehemi keq. Kjo është një fakt i mirë që ekzistojnë njerëzit e mirë ende dhe duhet të jemi krenar, t'i ruajmë ato, t'i duam ato dhe të shtojmë edhe sa më shumë numrin e tyre që t'jemi domethënë në përgjithësi njerëz të mirë dhe të japim pozitivitet ndaj tjetrit. Frymëzimin për ta shkruar në këtë libër, unë e di që e ke gjetë në përditshmëri, sepse hasim në raste të ndryshme përgjatë ditëve në jetën dinamike që e kemi vazhdimisht. Po në përgjithësi, Blerona, frymëzimin, ku e merr? Cila është koha ideale kur ti merr dhe shkruan? Apo ndodh që spontanisht ndoshta edhe duke ecur, duke bërë ndonjë punë që të kujtohet diçka dhe e merr letrën ashtu siç e the dhe e shkruan? Ka kohë të caktuar kur shkruan, Blerona, ose jo? Është spontanisht në shumicën e rasteve, mirë po ndonjëherë kur ndihem më e qetë, më e pushueshme, atëherë edhe më mirë, për shkak se truri më të zhvilluar dhe shkruaj edhe më mirë. Frymëzohesh edhe nga autorët e huaj, lexon nga autorët e huaj? Po, lexoj shumë, sidomos nga autorët e huaj, për shkak se të marr mendimin e tyre është shumë mirë. Ato kanë një bagazh aq të madh, një kohë shumë të gjatë që kanë shkruar dhe pse jo mos të marrim gjërat pozitive nga të tjerët. I preferuari? Cili është? I preferuari është Dostojevski, që kam lexuar shumë libra të tij, më pëlqejnë shumë. Ai ka gjithashtu edhe libër me thënie ose aforizme, psikologjike, të cilat janë shumë të mira, edhe mua më kanë ndihmuar shumë ndonjëherë kur kam marrë të lexoj, edhe më kanë qetësuar. E ke menduar që ta përkthesh për shembull këtë libër, sepse s'do të ishte keq, ë? Ti kemi këto aforizma edhe në një gjuhë të huaj. Po, kam dashur edhe e kam si mendim ta përkthej edhe në gjuhën angleze, po pse jo edhe në gjuhën maqedone. Me që jetojmë këtu dhe sigurisht që ti shërbej edhe palës tjetër. Ketë edhe fëmijë edhe prej gjuhëve maqedone dhe gjuhën angleze që të lexojnë, të kuptojnë. Në sa më shumë gjuhë që përkthehet është një bagazh i mirë pastaj edhe për ty dhe për karrierën tënde që të pret para. Unë para se ta përmbylli këtë bisedë, dua të flas pak edhe për çështjen e matematikës. Unë e di që lënda e matematikës është e preferuara e ytja. Shikues të nderuar, Blerona është vetëm viti i 3 në shkollë të mesme dhe mban kurse të lëndës së matematikës, që rallëherë mund ta dëgjojmë nga dikush. Si po ja del, Blerona? Shumë mirë, është një gjë që unë e bëj me qef, sidomos me fëmijë të vegjël, por edhe të mëdhenj. Më japin frymëzim që unë të vazhdoj dhe pse jo kur unë kam mundësi t'ju ndihmoj, më vjen edhe mirë. Këtë e bëj me shumë dëshirë, edhe ju ndihmoj atyre, por edhe ato më ndihmojnë mua dhe është kënaqësi.
Si zakonisht si organizon ditët e caktuara, grupet me fëmijët, moshat, si i ndanë? Nuk bëjnë në grupe, vetëm në mënyrë individuale, se cili fëmijë në një ditë, ose 2 fëmijë në një ditë, varet se si unë kam kohë, po. Nuk më pëlqen të bëjnë në grupe për shkak se atëherë është më rënd edhe për mua, por edhe për fëmijët, për shkak se cili fëmijë don një kohë të caktuar dhe ti përkushtosh vetëm një fëmijë, i cili ka nevojë më pak ose më shumë, nuk është me rëndësi, mirë po duhet i përkushtojmë vetëm njërit që ai të kuptoj më mirë. Ta di që e gjithë fokusi është në të dhe të ndjet më rehat, më i qetë, të shpreh mendimin e tij. Dhe deri më tani, sa fëmijë kanë kaluar në duart e Bleronës në kursin e matematikës? Kam pasur prej klasës së parë deri në të 5-ën, klasës së 6, pastaj edhe të vitit të parë dhe të dytë, shumë mirë. Ishte kënaqësi të jem me to, t'i mësoj. Ka nga ato që tani më vetë se kanë mbaruar kursin? Edhe kanë pas shumë sukses? Po, ka disa prej tyre, sidomos me lexim, pra se përveç kursit matematik, plus edhe me gjuhën shqipe, me lexim, për ato fëmijë të cilët kanë vështirësi në lexim dhe të shkruajnë shkronjat. Ka disa prej tyre që, sidomos për shembull në lëndën e matematikës, në një pjesë të temës, janë përkushtuar aq shumë, i kam ndihmuar aq shumë dhe janë të aftë që të bëjnë detyra në atë temë dhe e kam përfunduar. Ku e sheh vetëm Blerona në të ardhmen? Si një mësuese profesorishe matematikës, e lëndëve shkencore, ose e gjuhës dhe letërsisë? Më pëlqen ky si profesion, mirë po nuk e di, unë më së shumti jam midis 2 profesioneve të ndryshme, mund të them. Tjetër në fillim është drejtimi financiar, për shkak se unë dhe jam drejtim matematikor dhe më pëlqen shumë, ndërsa ana tjetër gjë që ndërlidhet matematika. Po, ndërsa profesioni tjetër që s'ka të bëjë ndoshta fare me këtë është shkencat politike, më pëlqejnë, po, është po. Janë 2 të ndryshëm, mirë për shkrimin nuk do la asnjëherë anash. Do të jetë gjithsesi, cilin do profesion që do ta zgjedhësh, për secilin shkrimi mund të mbetet një pasion i veçantë që pas një dite super të lodhshme ndoshta, qoftë edhe si politikane e ardhshme, qoftë edhe si profesorishe suksesshme matematikës, prap frymëzimi dhe shkrimi janë ajo që e përmbushin sa më shumë një individ. Blerona, unë të uroj shumë suksese dhe gjithmonë që takohemi ma jep atë energjinë e mirë dhe atë shembullin e një nxënëse gjimnaziste se si duhet të jetë një shembull për gjeneratat e saj, por edhe për gjeneratat e reja që vinë më pas. Faleminderit shumë edhe nga ju. Mira ndjenja asnjë fjalë vjen si një udhtim emocional dhe frymëzues, ku çdo faqe flet për forcën e shpirtit njerëzor, shpresën dhe guximin për të vazhduar përpara. Blerona Ismaili me këtë libër na dëshmon edhe një herë talentin dhe përkushtimin e saj në letërsi, duke u shndruar në një zë frymëzues për të rinjt. Një libër që na kujton se ndonjëherë edhe pa fjalë zemra ka më shumë për të thënë.